Sa ndikon Instagrami, TikToku dhe filtrat që vendosen në për në kërkesat e të rinjve? Ndikon Instagrami, TikToku ose çdo lloj me rrjete sociale ndikon shumë dhe sigurisht pacientët mendojnë se nuk ekzistojnë filtra dhe automatikisht dëshirojnë të arrijnë në atë bukuri që pan në Instagram dhe mendojnë se kjo është sukses. Sukses nuk është ajo. Sukses është që në çdo moshë neve rritemi, qoftë dhe fëmia, qoftë dhe prindri rritet bashkë me fëmijën dhe sigurisht ndryshon karakteri, ndryshon nevojat tona. Diçka që një pacient, dhe kjo më ndodh shpesh edhe në Shqipëri, shumë pacientë mendonin më përpara që në moshë më të vogël duhet të bënë një X operacion dhe me kalimin e viteve vetë ata e thonë, doktor, habitem ndonjëherë që mendoja që duhet kryeja këtë operacion sepse mendoja që isha i shëmtuar ose isha i shëmtuar, ku në vetvete më them tonë jam shumë mirë dhe kjo gjë është harmonizuar me kalimin e viteve. Pra harmonizimi, bukuria, format e fytyrës tonë, ekziston një kod në mjekësinë estetike ku ekzistojnë proporcionet e fytyrës tonë, proporcionet e trupit tonë, janë ai numri magjik i cili na jep atë bukurinë, domethënë, dhe na jep sigurisht karakteristika të ndryshme që ka çdo njeri prej nesh dhe që po ndryshojnë, sepse po ndryshojnë për arsye se një mjek di një formë ose një teknik dhe po transformon qoftë mjeku sepse di vetëm atë teknik në të njëjtën mënyrë copy paste njerëzit.